sot për ditën e 3 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, për kombin amerikan, për kombin shqiptar, për popullin e Kosovës dhe në veçanti për ushtrinjë çlirimtare të Kosovës, për batalionin Atlantiku të shqiptarëve të New Yorkut, për ish presidentët Clinton dhe Bush, për diplomatët Walker, Holbrooke dhe Wisner Jr., për kongresmenët Deoguardi dhe Engel, dhe për NATO-n që u bën një me diplomaci dhe me luftë për ta bërë Kosovën të lirë dhe të pavarur. Historia moderne e Kosovës është e lidhur pasgjidhmërisht me historinë moderne të gjithë shqiptarëve, që fillon me lidhjen shqiptare të Prizrenit që kishte për synim bashkimin e 4 vilajeteve shqiptare, Shkodër, Kosovë, Manastir dhe Janin, në një vilajet të vetëm dhe autonom shqiptar ku shqiptarët e Kosovës mbajtën peshën më të madhe për të mbrojtur tokat shqiptare nga rreziku serbo-malazez, ku sfikatën Abdyl Frashëri, Sulejman Vokshi, Ymer Prizreni e qindra të tjerë. Më 28 nëntor 1912, kur Shqipëria shpalli pavarësinë, Kosova përfaqësohej në Asamblenë Kombëtare të Vlorës me 11 delegatë, me në krye Isa Boletinin, që mbrojti qeverinë e përkohshme të Vlorës i Ismail Qemalit nga shovinistët grek. Konferenca e ambasadorëve të Londrës e vitit 1913 e la Kosovën përfundimisht jashtë kufive të Shqipërisë mëm, duke i dhuruar Serbisë dhe Malit të Zi. Më 1918 Hasan Prishtina, Bajram Curja dhe të tjerë themeluan Komitetin Kombëtar të Mbrojtjes së Kosovës, i cili delegoi Hasan Prishtinën që të përfaqësonte Kosovën në konferencën e paqes në Paris më 1919, ku kërkoi bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Lufta e pashembull dhe Adem e Shode Galicës, e më vonë Shaban Polluzhës dhe shumë luftëtarëve të tjerë do të bëhet djepi trimërisë për të frymëzuar legjendën e Kosovës, heroin e kombit shqiptar, komandantin, arkitektin e ushtrisë shqiptare të Kosovës Adem Jashari, që me 37 vjet në betejën e Prekazit, burra, gra dhe fëmijë, gozhdoi 15.000 forca serbe për 2 ditë rresht, derisa u bë fli për Kosovën. Sot në këtë ditë ne nuk mund të lëmë pa përmendur Shqipërinë, që hapi dyert e zemrat për 500.000 kosovar gjatë luftës së Kosovës, si dhe që shërbeu si bazë nisje e furnizimi për popullatën e Kosovës dhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Një komb, një qëndrim. Kjo ishte motoa e Shqipërisë. Kjo është moto e Shqipërisë edhe sot, kjo është moto e shqiptarisë edhe këtu në Massachusetts, e në gjithë Amerikën. Të nderuar antarë të shoqatave Kosova, Masbesa e Kombi dhe studentë të Universitetit të Prishtinës që jeni këtu në Amerikë. Të nderuar bashkëkombës të Massachusetts, 17 shkurt 2008 është një ngjarje e shënuar jo vetëm për Kosovën atje në trojet shqiptare, por edhe për ne shqiptar-amerikanët këtu në Massachusetts, në Worcester, Boston e Springfield, që si vjetë si asnjëherë tjetër programuam dhe organizojmë së bashku për herë të parë javën e Kosovës me 5 zhvendari historike të organizuara nga shoqatat Kosova e Boston dhe Kombi e Worcester, që filluan më 13 shkurt në Worcester me filmin kushtuar Kosovës, me 2 ceremonitë zyrtare sot dhe të dielën më 20 shkurt në Worcester, si dhe me 2 mbrëmjet festive nesër në Worcester për shoqatën Kombi dhe pas nesër do të jetë këtu në Boston. Shoqatat Kombi, Kosova e Masbesa kanë tash një vizion të qartë për ardhmërinë e shqiptarisë, jo vetëm në Massachusetts, por edhe më gjerë në New England. Parë nga shqiptaria, shoqata Kombi ishte Worcester dhe Boston këtu në Massachusetts si 2 qendra shqiptarie, që me një organizim më të mirë të shoqatave, si ky i javës së Kosovës, ne do të bëjmë të mundur që të sensibilizojmë më shumë shqiptarë dhe të masivizohemi, jo vetëm në vendarit të tilla madhore që mbajnë ndezur shqiptarinë, por edhe të sjellim më shumë fëmijë shqiptar për të frymëzuar programet e shkollave shqipe të shoqatave për mësimin e gjuhës shqipe, nëse duam që shqiptaria të lulëzohet trashëgohet brez pas brezi. Duke marrë shkas nga kjo ngjarje madhore për kombin shqiptar, siç është 3 vjetori i pavarësisë Kosovës, Këshilli Drejtuesi i shoqatës Kombi ka punuar me përkushtim duke përçuar këtë atmosferë festive, jo vetëm në Worcester, por edhe në Boston, Springfield, Hartford dhe Rhode Island, me takime të drejtpërdrejta me familjar dhe veprimtar shqiptar, edhe fal mediave televizive, si 2 programe televizive në Worcester dhe programi më i vjetër i radios Ora Shqiptare, është sot 76 vjet. Fal edhe vendosjes gjeografike, shoqata Kombi e ka kthyer Worcesterin në qendër të shqiptarisë për New England, mbështetur nga fakti që ne sot kemi antarësi aktive që ngre peshë shqiptare në gjithë qendrat e banuara rreth Worcester. Nuk ka veprimtari që organizon shoqata Kombi në Worcester pa flamurin kombëtar shqiptar dhe atë të shtetit Kosovës që rrin krah njëri tjetrit me atë amerikan. Edhe në paradën e ditës Kolombit në tetor 2010, shoqata Kombi rreshtoi në një vit parë këta 3 flamuj që tashmë janë dëshmi e dashurisë vëllazërore midis 2 kombeve amerikan dhe shqiptar. Sot në këtë ditë historike, në Boston dhe në Worcester, ne u jemi mirënjohës komunitetit shqiptar, kishës shqiptare St. Mary's Albanian Orthodox Church, amerikanit Leon Longstein, veprimtarëve shqiptar Andrea Tanaça dhe Erben Xhamallari, që ndihmuan në vendima financiare e materiale jo vetëm popullin e Kosovës në Kosovë, por edhe refugjatët shqiptar nga Kosova që u vendosën në Worcester dhe Massachusetts për shkak të luftës së Kosovës. Të dashur bashkëkombës,
Në emër të shoqatës Kombi, ju ftoj të gëzojmë së bashku nesër mbrëmje në mbrëmje festive, që organizojmë në Usër, si dhe në ceremoninë zyrtare që në organizojmë të dielën në Bashkinë e Usër për ta përjetuar pavarësinë e Kosovës. Edhe për prezat që do të vinë pas nesh, sepse në kurrë do të rreshtim punën për shqiptarinë, për identitetin kombëtar shqiptar, sepse ky është shekulli i ëndrave mbar shqiptare, për sot e për mot. Nuk ka më bukur si sot se të jemi bashkë, të festojmë së bashku këtu në Massachusetts e kudo në trojet shqiptare. Gëzuar nga zemra për shumë vjetë Kosovën. Faleminderit.